Mitrovica është një nga komunat më të rëndësishme dhe më të ndjeshme në veriun e Kosovës, qytet me histori industriale, tensione etnike dhe ndikim të madh politik në nivel nacional. Në zgjedhjet lokale të vitit 2025, ajo u bë qendër e vëmendjes pas fitores së kandidatit Faton Peci, përfaqësuesi listës Guxo, pjesë e koalicionit me lëvizjen vetëvendosje. Fitoria e tij shënoi një ndryshim të balancave politike në një zonë ku tradicionalisht dominonte Partia Demokratike e Kosovës, PDK. Por ajo solli edhe një debat më të gjerë mbi mënyrën e re të menaxhimit lokal, raportin mes institucioneve dhe qytetarëve dhe sfidat që e presin qeverisjen lokale në vitet e ardhshme. Faton Peci ka lindur më 16 qershor 1982 në Mitrovicë. Ai ka mbaruar studimet për ekonomi dhe për disa vite ka qenë aktiv në jetën publike e politike të Kosovës. Karriera e tij përfshin poste të rëndësishme, mes tyre edhe funksionin e ministrit të bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural në qeverinë e Albin Kurtit gjatë periudhës 2021-2023. Peci është një nga figurat kryesore të subjektit politik Guxo, të afërt me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani. Në politik njihet për stil të drejtë për drejtë dhe për angazhim në çështje administrative dhe zhvillimore, sidomos në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Gjatë karrierës së tij ka pasur edhe polemika publike, veçanërisht në raport me disa media, gjë që ka nxitur debat për mënyrën e komunikimit institucional. Në garën për kryetar të Mitrovicës, Peci paraqiti një platformë të përqendruar në zhvillimin ekonomik lokal, përmirësimin e infrastrukturës dhe mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Fushata e tij u karakterizuan nga vizita në terren, takime me qytetar dhe theks në menaxhimin e burimeve lokale. Kundërshtari i tij kryesor ishte Arjan Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës. Rezultatet përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve treguan se Peci fitoi me rreth 53.6% të votave, ndërsa Tahiri mori rreth 46.4%. Ky rezultat u vlerësua si një sukses për koalicionin vetëvendosje Guxo, por edhe si sfidë re për të provuar në praktik qeverisjen lokale. Mitrovica mbetet një nga komunat më të ndërlikuara në aspektin e administrimit publik dhe zhvillimit ekonomik. Ajo përballet me papunësi të lartë, varfëri strukturore dhe mungesë të investimeve të qëndrueshme. Përveç sfidave socio-ekonomike, në qytet ekziston edhe ndjeshmëri e vazhdueshme etnike, për shkak të ndarjes midis pjesës jugore dhe veriore të qytetit. Në këtë kuadër, pritjet ndaj kryetarit të ri janë të larta. Qytetarët kërkojnë qeverisje transparente, zhvillim të sektorit të prodhimit dhe përmirësim të kushteve të jetesës. Në anën tjetër, Peci duhet të menaxhojë marrëdhëniet politike mes institucioneve qendrore dhe atyre lokale, si dhe të sigurojë bashkëpunim me opozitën komunale. Faton Peci ka theksuar në disa deklarata pas fitores se prioritetet e tij do të jenë zhvillimi ekonomik dhe punësimi lokal, rregullimi i infrastrukturës urbane dhe mbrojtja e mjedisit, rritja e transparencës në administratën komunale, zbatimi i këtyre objektivave pritet të vlerësohet në vitet e ardhshme në varësi të bashkëpunimit me institucionet qendrore dhe të kapaciteteve administrative në komunë. Vlerësimi dhe pritjet. Analistët politik e konsiderojnë fitoren e Pecit si një test për modelin e ri të qeverisjes lokale që promovon vetëvendosje dhe Guxo. Nëse administrata e tij arrin të tregojë rezultate konkrete në zhvillim ekonomik dhe përmirësim të jetës qytetare, kjo mund të forcojë modelin e qeverisjes progresive në Kosovë. Në të kundërt, dështimi do të ndikonte në perceptimin e qytetarëve për aftësinë e qeverisjes lokale të përballojë sfidat reale. Fitoria Faton Pecit në Mitrovicë nuk është vetëm një rezultat elektoral, por një moment politik me peshë simbolike. Ajo reflekton ndryshimin e balancave lokale, por edhe pritjen e qytetarëve për një administrim më efikas dhe të përgjegjshëm. Tani, fokusi është në veprim, në mënyrën se si premtimet e fushatës do të shndërrohen në politika të matshme dhe nëse kjo fitore do të kthehet në një model të qëndrueshëm të qeverisjes komunale në Kosovë. Në zgjedhjet lokale të vitit 2025 në Mitrovicë, mbështetja Albin Kurtit, kryeministri i Kosovës dhe lideri i lëvizjes vetëvendosje, luajti një rol të dukshëm në fitoren e Faton Pecit, kandidatit të subjektit Guxo në koalicion me vetëvendosjen.
Kurti u përfshi personalisht në disa faza të fushatës zgjedhore. Ai mori pjesë në tubime publike, në takime me qytetarë dhe në aktivitete simbolike në Mitrovic, duke e paraqitur kandidaturën e Pecit si pjesë të një vizioni më të gjerë të qeverisë për zhvillimin e qyteteve jashtë Prishtinës. Kjo pranie drejt për drejt e kryeministrit i dha fushatës një peshë të fortë politike dhe vizuale. Në të kundërt, dështimi do të ndikonte në perceptimin e qytetarëve për aftësinë e qeverisjes lokale të përballojë sfidat reale. Fitoria e Faton Pecit në Mitrovic nuk është vetëm një rezultat elektoral, por një moment politik me peshë simbolike. Ajo reflekton ndryshimin e balancave lokale, por edhe pritjen e qytetarëve për një administrim më efikas dhe të përgjegjshëm. Tani, fokusi është në veprim, në mënyrën se si premtimet e fushatës do të shndërrohen në politika të matshme dhe nëse kjo fitore do të kthehet në një model të qëndrueshëm të qeverisjes komunale në Kosovë. Në zgjedhjet lokale të vitit 2025 në Mitrovic, mbështetja e Albin Kurtit, kryeministri i Kosovës dhe lideri i lëvizjes Vetëvendosje, luajti një rol të dukshëm në fitoren e Faton Pecit, kandidatit të subjektit Guzo në koalicion me Vetëvendosjen. Kurti u përfshi personalisht në disa faza të fushatës zgjedhore. Ai mori pjesë në tubime publike, në takime me qytetarë dhe në aktivitete simbolike në Mitrovic, duke paraqitur kandidaturën e Pecit si pjesë të një vizioni më të gjerë të qeverisë për zhvillimin e qyteteve jashtë Prishtinës. Kjo pranie drejt për drejt e kryeministrit i dha fushatës një peshë të fortë politike dhe vizuale.